por çka po ndodh me pacientin që po merr ajrin e bletës? Detyrimisht jemi involvuar në mjekësinë konvencionale për me hy atë mjekësinë alternative. Tash kemi informacione edhe gjitha ato se çka ndodh me ajrin e bletës kur e fut në diafragmë, si përzihet, si kalon deri në gjak, molekulat e nektarit, përpos të oksigenit që i pranojnë alveolat. Unë kam dëgjuar për trajtimin me ajër, madje më duket se në farmaco të tjera në Ersek folën për këtë gjë, e kishin futur si trajtim, domethënë ma ka vrarë veshin, por ka menduar se është diçka që ti e bën për qef, e provon. Në fakt ju mendoni që ajo është, në qoftë se nuk e bën një herë, po në vazhdim ajo është shëruse, ka veti shëruse, pra, po propozoni ju, po bëni ju. Krejt e mira e kësaj është që trajtimi me ajrin e bletës është për të përmirësuar parametrat të shëndetit. Parametrat e kujt? Të shëndetit. Të shëndetit. Domethënë bëhet në përgjithësi për shëndetjen e përgjithshëm të trupit apo? Shëndetin e përgjithshëm për imunitetin. Për imunitetin. E mirës se në këto klinikash apo në apiterapi apo çfarë trajtimin me këto produkte të bletës është mirë jenë kryesisht pacient jo pe klinike. Është e vështirë, sepse çdo trajtim me produkte të bletës llogaritet si më i butë, natyrisht pa efekte anësore, është shumë i shnosh. Janë të disa kritere. Nuk është mirë me funksionu kjo afër qyteteve. Është mirë spaku 5-6 kilometra larg qytetit, gjatë tregut, gjatë kontejnereve, sepse bleta ku gjëna mëlsira i kullohet. Pacienti ka nevojë për nektarin e lulës, jo për livoreve të bastonit e kupodionit. Avanozave thyme. Unë do kritera aty. Që tjetë sa ma e efektshëm të këtë. Çfarë bënin tjetër njerëz të cilët ju takuat atje përveç asaj që ju bëni? Çfarë pat që bënin ata? Kjo është një segment, kjo që po flitni ju një pyetje që ma bot profesionale, sepse me të vërtetë nuk është interesant si veç më shku me volumtimin të shkencore dhe më lidh veç për atë volumtim. Një pasëm rastin të këndejnë përvojat me bletëritës të botës, shohim teknologjitë e fundit, por e mira ka qenë që me mira mundshme ka qenë kontakti me bletëritës sloven. Slovenët kanë një kulturë në qanë, ata që përket bletës, ata janë shumë të avancuar. Pile hallë pa iniciative të slovenëve është që të kanë marrë si kanë tentuar të paraqitë në punët e varkuara, kanë kërkuar të formohet të jetë një ditë botërore e bletës. Ta është iniciativa 20 maj, dita botërore e bletës. Kjo është ditëlindja e Slovenit. Ata kemë gjetë kërkaje shtetje rreth këndimit të përvojave edhe të organizimit të kurseve ndryshme të kësaj lamie, nëse ne jemi të gatshëm të hesim të punë. Nëse ata ishin shumë të interesuar në një formë më profesionale. Pastaj aty kontaktuam me një përfaqësues i cili nuk më këto themi ti, po në vitin 2027 do të organizohet konferenca 5 botërore në një qytet anglisht, ku aty ekspozohen volumtimet shkencore rreth propolisit. Propolisi është një botë, një farmaci e pahulumtuar. E pahulumtuar? E pahulumtuar. Ka treguar më herë, i ka rreth 235 elemente përbërëse, po është në puja propolisit me marrë me këshirë ka do të propolis. Më falë, t'ju pyes për diçka, se ju flisni për propolisin dhe thoni që pa ulumtuar. Ky që blejmë ne në për këto dyqanet që na thonë bli propolis dhe të bën mirë për grykën, çfarë na shesin? Ç'a blejmë ne? Ky është i tretur 20%. Ky është që po shihni është 30%.
do të jetë, edhe këtu ka kritere për propolishin. Ky është propolishi i tretë në cili preferohen forma ndryshme, domthonë ekzistojnë shumë receta të produkteve të mbretërës, por propolishi është shumë i mirë për fytyn, edhe për organizëm brenda, për podiune. Ky është për kollën e fytyt, është fort i mirë, fond spray. Për kollën e fytyt, po qumshti i bletës, përse është i mirë? Qumshti i bletës është një temë vetë i cili ndoshta do të më fol një orë për ta. Ne në çfarë jam i sigurt që nuk kem kohë të flasim për qumshtin, po edhe aty ka disa kritere. Qumshti i bletës është matrapat, lloj facilitimesh bën, edhe nëse hasim tek qumshti natyral i bletës, pa efektet jashtëzakonshme diçka. Qumshti i bletës nuk ka afat shumë të qëndrimit, më shumë të operojnë frigorifer një vjetë. Kushte specifike dhe temperatura është shumë e nevojshme adekuate për qumshtin e bletës. Natyrisht ka shumë probleme sot mjekësia nuk arrin tru ekuilibri njeriut me intervenu me skalper, po provan si alternativ diçka në qumshtin e mbretëreshës me zbatu tek pacientat. Po për çfarë? Për çfarë? Më thënë, unë për shembull kam përdorur qumësht blete për imunitet. Për çfarë tjetër përdore? Bletës ka një spektër gjanëve primi që me hi nuk i nxjerr lista. Onë për gjitha. Për imunitet, është stimulant i trunit, për rigenerimin e qelizave, është dhe kundër plagës. Ka mund është me marrë një shembull çfarë mrekulli është qumshti i bletës. Vezha një mbretëreshe që ushqehet me qumshtin e bletës jeton 6 vjet. E njëjta vezë nëse ushqehet me ushqim larva, ajo larvë nëse ushqehet me ushqim bletës punëtore jeton 30-35 vjet. Çfarë diferencë ka bo ushqimi në qumshtin mbretëreshës te e njëjta larvë. Po si ta di unë që është po blejësh qumshin mbretëreshës dhe jo qumshin i bletës zakonshme? Na vjen keq, nuk do të keni shans me ditë ku. Ma shumë shkon në formë besimi, edhe ka njerëz që në Shqipëri prodhues qumshtin mbretëreshës shumë serios ka. Po. Unë i një plot. Janë Gjirokastër, një atje në Apollonite, Dhërmi, një edhe ofër në periferi Tiranës, tash emrat nuk di, unë levoj për mu. Më njëni njerëz serios, të cilët prodhojnë dhe shesin në mënyrë serioze? Po. Ata, Luan Merdani, për shembull, i Gjirokastës, është një mbretëres shumë profesional. Ai edhe mbledh qumshtin mbretëreshës, po edhe i prodhon mbretëresha. Ata mbledh shumë profesional. Sepse e keqja është që e gjitha është në formë besimi, nuk është asgjë institucionalizuar. Po, Ferdinand Mushkaj, gafieri, është një mbretëres shumë profesional. Edhe mirë. Ju punoni me ta, bashkëpunoni, komunikoni, si funksionon? Unë mendoj që vetëm mbretëressit janë unik krejt rrugës shqiptare. As një lami shqiptarët nuk mund i bojnë bashkë. Po mbretëressit i kanë thyt gjitha barrierat. Një shembull i më i mirë